është një dhe i vetmi Aulon Kalaja. Ti ke të pakën mbi 7 vjet intensivisht që bën fushat. Me dal fare rrugëve, mjafton vetëm me bë montazhin e videove ku ti ke qenë për shpopullimin që kemi qenë bashkë në Lushi. Ti ke qenë në gjithë Shqipërinë. Çka ke bë për PD-n? Çka ke bë për qytetarët? Çka ke bë për ndërtimin e teceve, termocentraleve? Çfarë sjellje ke pasur në momentin që u përça PD-ja? Ku është dora shtetit me 2 shembuj konkret. Për shembull, njësia administrative Nikël, jemi në Nikël. Po. Thonë që janë durë të krimit në Nikël. Prodhon vetëm kriminal Nikla, Fushkuqa. Po. Atëherë jemi në Nikël. Nikla ka 11.000 banor. E dini ju që Nikla nuk ka gjimnaz? Pra këta po i detyrojnë njerëzit që të kthehen kriminala. Unë i sfidoj të gjithë, a ka një rrugë tjetër në Shqipëri që të ketë aq mobileri sa në rruga Tapiz deri në Fushkruj. Atëherë, po këta janë njerëz ndershëm, apo kush punon te këto zdrugtharit? Kush punon te këta mobilerit? A janë taksa pagues këta të shtetit shqiptar? Po tani a janë kriminal apo janë njerëz që eksportojnë mobilje në Malzi, në Kroaci, në Sloveni dhe janë kompetitiv, kanë marrë dhe çmime të para. Pra ne duhet ndajmë mendjen kur ti themi njerëzve që jeni kriminala, jeni taksa pagues, apo nuk do ju ndërtojmë shkollën nga ana tjetër. Pra nuk ka gjimnaz, nuk ka shkollë 9 vjeçare, 11, një banor, 4 kilometra nga Rinasi, nga aeroporti ndërkombëtar i Rinës. Kjo është situata. Fushkruja, vendi i krimit, vendi i Tritolit, kështu është quajtur, qyteti i Tritolit.